O i vëllezër, gjithashtu e falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi Zoti që me kompletu me një ditë të agjërimit. E lutem Allahun Azza wa Jall që ke pranuar Zoti për neve, ja Rabbel Alamin. O i vëllezër, mbase është dita e parë e agjërimit, na don disa sende, mi realiteti do të mi përmend shumë sende, po koha e shkurt nuk na premton që mi përmend gjitha gjërat, gjitha sende që na uritë. Do i përmend me shkurt ata që na dohen, ata që na dohen që kemi arritë Ramazan. Do thonë çka na duhet çta që na e kemi arritë Ramazan. Madha afal idha adraktu Ramadan. Çka më bëj çta që unë kum zon Ramazan. Gjëna e parë, awwal shay'in an tahmad Allah alladhi makkanaka min bulughi Ramadan. Gjëna e parë me e falenderu Allah Azza wa Jall, i cili po ai Allah Azza wa Jall ta ka mundsu që te me arrit muajin e Ramazanit. Allah Azza wa Jall, qalu Allah Ta'ala, thot Allah Azza wa Jall, la in shakartum la azidannakum. Në qoftë se ju më falenderani, ne do ja shtojmë të mirat juve. هذه الآية يدلنا شكو آيات برنامج argumentan نزيد الأعمال الصالحة ما يشتو veprën e mirë. Pse më shtu veprën e mirë? Në qoftë se na e falenderojmë Allahun. Çu shkon me këtë? La in shakartum la azidannakum. Allah në qoftë se na e falenderojmë Allahun Azza wa Jall, Allahu ka më na shtu të mirat. Yani أي شيء خير لنا تزيد يعني من الله يزيد لنا يعني الأعمال الصالحة. Që në qoftë se na e falenderojmë Allahun Azza wa Jall, Zoti neve ka më na shtyr që me bërë vepra të mira për Allahun Azza wa Jall. Ka thënë gjëja e parë, çka është? Hamdi, falenderimi me falendëru Allahun Azza wa Jall që ta ka mundsuar që e ke arritur domethënë muajin e Ramazanit. ومن أعظم شيء إذا أدركت رمضان هو الإصلاح القلب. Dhe gjëja e dytë, sendi më i madh, sendi më madhështor, të cilën te çka do të më bëjë që ke arrit Ramazanin, është përmirësimi i zemrave. Shiko, kemi në Ramazan, e kemi arrit muajin e Ramazanit. Çka sendi më i madh? Min a'zam, sendi më i madh, al-islahul qalb, rregullimi i zemrës, përmirësimi i zemrës. Në Ramazan nuk ka inati, nuk ka urrëtie, nuk ka zemra jote me urrejt njeri, ibadetin, adhurimin, qoftin sekt, qoft kafsh, mësë urrejt. Në Ramazan mundohu me përmirësu zemrën. Qal ba'd al-ulama mafawizu ad-dunya tuqta'u bil aqdam. Sendet e dunjas, fitoret e dunjas arrijen me mundin e kamve, me mundin e trupit. Da më bëj pasër ja vetit. Ama në dynja e arrit ta me shka arrit me trupin tanë, me forcën tanë, me kam të tu arrit. Walakin وما ثاويز الآخرة تقطع بالقلوب. Ndërsa sendet e ahiretit, fitoret e ahiretit, suksesi e ahiretit arrijet me shka? Me zemër. Me shka arrijet me zemër. Shiko, ne jemi në Ramazan. Ka në shtynë në Ramazani mësë shumë të. Në shtynë për përmirësimin e zemrës e cila i ban dobi njeriut ahiretin e ti. Për ta ju lëzër, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i vogël, apo do është ajet kuranor, alam nashrah laka sadrak, a nuk ta çam ty gjoksin? Allah për nga të regan që pejgamberit Zotë e ka qëtë gjoksin, e ka qatë gjoksin, ku ka qenë i vogël. Pas ta i të regan edhe Gjibrili a.s. thët, hadha hadhu shayatin minke. Në thonë, e ka pastru Allah zëtë në zemrën e kujna, zemrën e pejgamberit. Tu i thonë, këta janë gjitha të këqia që vi për shejtanit, dhe zvest e shejtanit, me ta prish zemrën. A thuva, limadha shaqqa sadru nabi sallallahu alaihi wasallam. Por shka është qatë gjoksi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? لأن مقبل على مهمة عظيم إنها رسالة.
Nga se ja ka bu me dija Allah Azza wa Jall, në ata që në ty gjoksin, ta pason gjoksin, për shka mi dhanë në rëndësi, diçka shumë që është e rëndësishme për ta. E shka është aja mesazhi. Është mesazhi. Por këto jo lezër, na në Ramazan me këtë histori, tahtaju ila qalbin jadid, na në vitët na me pat zemër tre, zemër të pastër. Pse në këtë muj ka zbrit Korani, në këtë muj zbrit shpallja Allah të zëgjel, dhe zemrat tona nuk du të me qenë tegra, urejt e kështë të mëral, du të me qenë zemrat të cilat janë të pastërta, me kërku prej Allah të zëgjel, pastërtin e zemrës, rregullimin e zemrës. Gjeja e tretë në lëzër, aja cila që me bona kur të arrit në Ramazanin, është dua, lutja, e dua, me lutë Allah në Azza wa Jall. Wa min duai Nabi sallallahu alaihi wasallam, e prej lutjeve të profetit sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe kjo lutje. Wa as'aluka hubbak, o Zot, unë të lutem ty për dashurinë tane. Wa hubba man yuhibbuk, dhe për dashurinë e ata të cilët ti e dan ata. Domethënë për një njeri, Zoti e dan ata, na do të me desh. Pse dashuria Allah ka arrit mbi ta dhe na do të me desh ata. Pas e shka për pejgamberi fund lutjes, wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik, dhe unë e du, e dëshiroj çdo vepër e cila më afron mu tek dashuria jote. Shiko çfarë lutje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka lutje neve na ban dobi në Ramazan. Lutë Allahun azza xal tuj, o Zot, bama të dashur atë vepër, apo veprat në Ramazan që me mujt me arrit unë, dhe më thonë kënë dashurinë a Allahut azza wa Jall. Për ta ju lezër, e gjithë veprat në Ramazan du të me qenë të dashura për neve, dhe du të me lutë Allah azza wa Jall me thonë, o Zot, bami të dashura. Kur ta agjeron me dashuri, kur të fal namaz, fal me dashuri, kur të lexon Kur'an, lexon me dashuri, dhe përdore këtë lutje, ashtu qysh e ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, mbranda kësaj lutje vjen një pyetje edhe kështu: "Fe kayfa hubbuka li shahr Ramadan?" Çu është gjendja me domthon dashurinë e Ramazanit? Nëse ti e dan Ramazanin, është aja dashuria e madhe për ty për Ramazan, do të më qenë e njëjta gjallë dashuri për kon, e njëjta gjallë për veprën. Për mes lutjes kemi desh edhe veprën. Hal tajidu fi qalbika farhatan bi qudumi shahr Ramadan? Në apendin vetën tonë, pse ki në Ramazan, pse ki arrit në Ramazan, ape e don të domethënë në Ramazanin, apendin zemra jote dashurinë për Ramazan. Për ta thot Allah azza wa Jall: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Thuaj Muhammed, tregoj atyre me mirësitë e Allahut dhe me mëshirën e tij, me këta ju gëzohuni. Huwa khayrun mimma yajma'un, dhe kjo është më e mirë për juve se sa ato të cilët ju e ngrumbullani. Kjo është më e mirë për neve, na do të mundzu për Ramazan, do të me desh Ramazanit, se sa në ato të cilët na të jetën tonë mundohemi me të bu pare. Mi për më mirë kështu është tek Allah gëzimi më i madh, mëshira më e madhe që Zoti na ka dhënë, më u gëzu me ato që Zoti na ka begatu. Gjëja tjetër o ju vëllezër, ajo e cila neve çfarë të bëjmë kur të arrijmë muajin e Ramazanit apo kemi arrit muajin e Ramazanit, el muhasebe nefs, me llogarit vetën tonë. Llogarit e piqtashë, tu një ditë të mshej. Çka ku bëni një ditë? Kjo i jep sukses veprës tane. Kjo i jep sukses mendimit tonë që ti ke arrit Ramazanin. Nesër, kur e llogarit sonte të vetën, nesër kemi bu punë edhe më të mira. Për to thot Allahu: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." O ju të cilët keni besu, keni frikën Allahut azza xal, keni frikën Allahut azza xal, dhe secili për juve le të shikon çka ka përgatit el-ghad, përgatet. Domthon për nesër. Domthon çka ke përgatit për nesër. Ti sa në Ramazan çka ke bëu këtë ditë. Nesër kemë gjithë para Allahut azza xal. Për ta jepi rëndësi vetës tanë, veprës tanë. Çka më bëu që unë kam arrit në ditë Ramazan, çka është e dyta. Llogaritë vetën tanë, sonte llogaritë dhe nesër mundohu me përmisu veten edhe diçka më e mirë. قال الحسن: لا يزال الإنسان بخير ما لم يزل في نفسه واعظ. Thot Hasan al-Basri, Allah mëshiroft, thot vazhdon insani në punë të mira përderisa gjendet në veten e tij kërcënimi. Subhanallah. Nuk ka punë të mira pa kërcënu veten tonë.
Përderisa te e kërcënon vetën tonë thonë, unë kam llogarit pa Allah. Unë për që ditë që Zoti më ka mundsuar me prit muajin e Ramazanit, për që ditë mund Zoti ka më pyet çka ki bë. E përderisa na e kemi që të kërcënim, do të jetë punë mirë me neve. Do të shkojmë gjithmonë ka e hajrit. Kjo është ajo vëllezër, e lutem Allahun azza wa jall, që Allah azza wa jall na bën prej atyre të cilët vërtet ja dim vlerën muajit të Ramazanit, veprave. E lutem Allahun azza wa jall që Zoti na bën prej atyre që e dojmë muajin e Ramazanit, bojmë lutje, vetisohemi dhe e primësojmë zemrat tonë, qoftë në veprat tona, qoftë në lutjet tona dhe i ruajmë ditët e Ramazanit njëra pas tjetrën, duke përmirësuar veten që me bëj punë edhe më të mira. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.